Miqdashur, akoma jeni në shoqëri të programit të Paraditës këtu në televizionin Presheva. Ndërkaq në vijem, do të flasim rreth fushës së kulturës që Presheva ditëve të fundit është shoqëruar me artin nga viset e ndryshme shqiptare e që tani më detajisht do të flasim rreth festivalit ndërkombëtar Prefoto që do të realizohet javën apo në këtë javë, fundjavë, pra ditën e shtunë më 14 nëntor. E për këtë do të njoftoj me detajisht drejtori i këtij festivali Edon Agushi. Zoti Agushi, mirëdita dhe mirë se erdhët në programin tonë. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Ka vite që organizohet ky eveniment kulturor në komunën e Preshevës, ndoshta dhe i pari këtij lloji në tërë territorin e Luginës Preshevës edhe në vende tjera të rajonit. Çfarë do të na kishit shtuar në këtë drejtim se sa po ka sukses ky eveniment me që është viti i 5 që po organizohet? Faleminderit për ftesën prej fillimit. Prefoto tani është në edicionin e 5. Ne filluam në vitin 2011, një grup artistësh kryesisht të ri. Unë mbarova studimet në Akademinë e Filmit dhe tham pse mos krijojmë një konkurs ndërkombëtar fotografisë artistike në Preshevë. Në edicionin e parë ne patëm sigurisht vështirësi shumë të mëdha sepse ishte vështirësi pak që tregojmë edhe publikut preshevar që mund të kemi një ekspozitë dhe një ekspozitë ndërkombëtare, se duke ditur që aktivitetet kulturore në Luginë të Preshevës janë shumë pak, edhe zakonisht kemi vetëm 2 aktivitete drejtën. Kemi një aktivitet që është lokal dhe një aktivitet kombëtar. Ne dëshirojmë që konkursin e fotografisë artistike ta shndrojmë në konkurs ndërkombëtar që të njoftojmë edhe konkurrentët tjerë që janë jashtë territorit shqipfolës, që ekziston një vend në shtetin serb, në jug të Serbisë, që janë shqiptarë dhe edhe këta atje miren me art. Duke ditur se edhe na kemi problemet siç e kemi pas luftën dhe probleme sociale tani këtu, deshtëm ta promovojmë kulturën preshevare në përbot nëpërmjet fotografisë. Kur jemi këtu tek edicioni i radhës, deri ku keni arritur me përgatitjet? Mos krahasojmë periudhën që keni patur vështirësi. Ne zakonisht në muajin qershor fillojmë përgatitjet e edicionit. Çdo edicion ka ndodhur kështu. Kemi hap aplikimet, kushtet e aplikimet, se çfarë kushte ka për një fotograf për të dërguar fotografinë dhe dikun 3-4 muaj shkon për një përgatitje të një edicionit. Edhe pasi caktohet tema e konkursit, ne zakonisht prej edicionit parë kemi vendosur temën e lirë, për arsye që çdo fotograf të ketë mundësi me shpreh idenë e tij më mirë dhe publiku i Preshevës të ketë më shumë tema caktume në ekspozitë, për arsye që të merr sa më shumë mesazhe, pastaj kur të dalë prej ekspozitit të ketë sa më shumë mesazhe në kokën e tij dhe duke e parë një këndvështrim tjetër prej fotografëve kombëtar dhe ndërkombëtar. Po ndalemi këtu tek interesimi me që është viti i 5 i radhës, se sa kanë shpreh gatishmëri për të qenë pjesë e këtij eventi, sa ka qenë interesimi dhe kush është pjesëmarrës nëse keni bërë seleksionimin? Ne çdo vit kemi pas prej vitit 2011 dhe ngritjet nivelit artistik, që synojmë dhe ne si konkurs ta ngrisim nivelin, mos në mbetemi në nivelet e njëjta. Këtë vit kemi pas mbi 200 aplikues nga gjithë bota, por ne kemi përzgjedhur vetëm 54. Është caktuar një komision për përzgjedhjen e fotografive. Në fillim, kur hapëm aplikimin, ne kishim për të ekspozuar vetëm 40 fotografi, sepse kushtet ne e dim që në Luginë Preshevës nuk ka një galeri që mund të ekspozon dhe kushtet që ne e Shtëpia e Kulturës, kryesisht holli para, është vetëm për 40 fotografi, më tepër nuk është e mundur, por pasi kishim shumë fotografi të mira dhe ja vlente që të kemi prapë një ekspozit, do mendojmë të sajojmë disi në hollin e Shtëpisë Kulturës dhe kemi vendosur 54 për të ekspozuar. Kryesisht janë nga 15 shtete këtë vit, duke filluar nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Irlanda, vendet e Ballkanit, Kroaci, Bosnjë, Malizi, Shqipëri kemi shumë, kemi Kosovë, Serbisë kemi serb nga Beogradi, Maqedoni, kemi nga India dhe kështu me radhë. Kemi dhe fotograf nga Ukraina, një fotograf shumë i mirë.
Dhe mendojmë që me këto fotografi, me këta konkurrent që janë më tepër nga gjithë bota, si ta themi, ta krijojmë dhe këtë edicion që të ketë sukses edhe niveli që na ka ngritur i krahasim me edicionet e kaluara, por edhe që vendasit kenë më shumë mundësi për të parë fotografi më të ndryshme. Dhe festivali është me karakter garues, apo jo? Po, ne çdo edicion kemi pas karakter garues, janë dalë 4 çmime kryesisht, vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë dhe një çmim special. Por edicionin e 4 ne dham dhe një çmim inkurajues, sepse kishte fotografi të mira dhe juria vendosi ishte në dilemë se i kemi gjithmonë 3 anëtar, kryesisht kemi 3 profesor të fotografisë dhe vendosi që ishte puna që 2 anëtar vendosishin për njëri tjetri dhe vendosën që një çmim inkurajues për t'ia dhënë një fotografi shumë i talentuar që prap këtë edicion kemi dhe fotografinë e tina në konkurrim. Dhe konkurrent janë moshave të reja, të vjetër, çfarë tema kanë sjellur dhe çfarë eksperjenca do të ketë? Përmes fotografive që përcjellin mesazhin e tyre. Me që keni bërë edhe seleksionimin për atë edhe publik. Ne nuk kemi shkuar nga kjo që duhet me qenë i ri ose i vjetër për arsye që me marr. Fjala është për tek interesimin nga shtete të ndryshme për të qenë pjesë e këtij festivali për atë. Zakonisht, për shembull, një fotografi e mirë, për mendimin tim është që ajo fotografi që ndalen gjithë njerëzit ku ta vendosim diku dhe shohin, ajo fotografi mund të quhet edhe fotografi e mirë. Interesimi ka qenë nga gjitha grup moshat, por kryesisht ne kemi shiquar që të kemi fotografi më të bukura dhe me tema më të ndryshme. Edon, me që ju keni disa vjetë që për realizoni këtë festival, keni marrë pjesë ndonjë vend tjetër të rajonit për të shkëmbyer eksperiencat të këtij lloji, apo keni marrë pjesë ndonjë eveniment të tillë? Po, ne në vitin 2011 kemi pas një juri nga Faruk Basha, Osman Demiri dhe Arben Allia. Arben Allia ka qenë drejtori artistik i konkursit ndërkombëtar fotografisë në Fier që organizohet Focus me emrin. Ai dhe ishte një shtyse jonja që na ndihmoi që prej fillimit për ta se dihet që në fillim është pak vështirësi edhe për kontaktet, edhe nuk beson njerëzit që ti mund të bësh diçka të mirë, edhe që të ketë rregull për shembull për vendosjen e çmimeve, dhe ne gjithmonë kemi bashkëpunuar me konkursin e fotografisë Focus. Tani ne mund të themi që Prefoto tani është ndruar në një institucion edhe për luginën e Preshevës, sepse kemi 5 vite dhe nuk ndalojmë. Çdo vit bëhet edicioni i radhës. Ne këtë e dojmë edhe prej vendasve dhe vetmi mbështetës, si me thënë, është publiku që gjithmonë kush ka ardhur prej pjesëmarrësve ose prej juris, ka thënë që keni një publik shumë të mirë që vini, shohin fotografi dhe ka interes. Çfarë janë opinionet të gjithë fituesve apo çmimet e ndara viteve të kaluara, sa janë ndar të kënaqur? Me që s'kemi patur rastin të bisedojmë për këtë temë. Gjithmonë dihet se për shembull çdo artist që bën punën e vet, mendon se puna vet është më e mira. Por ne gjithmonë ju kemi, ky konkurs nuk është vetëm për vlerësimin e fotografisë, ky konkurs është edhe për ekspozimin, për t'ia dhënë mundësive fotografëve të rinj për t'i ekspozuar fotografitë e tyre. Dhe dihet që këta 3 anëtar të jurisë, ne gjithmonë kemi pas profesor të fotografisë, ata janë subjektiv për vendosjen e fotografive, për çmimet kush më marr. Për shembull, 3 anëtar tjerë mund me vendos komplet 3 çmime tjera. Nuk do të thonë që për shembull këto fotografi që vendosin këta janë fotografitë më të mira dhe s'ka tjetër. Nuk është tjetër kush. Po ndoshta 3 anëtar tjerë vendosin 3 çmime tjera dhe gjithmonë pastaj pas mbarimit të ekspozitës gjithmonë kemi pas diskutime, kjo fotografi ka qenë më e mirë, kjo fotografi ka qenë më e mirë, po shumica e pjesëmarrësve, se zakonisht na kemi diku 25-30 pjesëmarrës konkurrent që janë vinë prej kryesisht rajonit, edhe shumica janë një mendimit që këto fotografi që janë zgjedhur çdo edicion, ato fotografi kanë qenë më të mirat. Po dihet që edhe ndonjëri vendos, më ka pëlqyer kjo tjetra për vendin e tretë, kjo tretja për vendin e dytë, po dihet që është shije subjektive. Konkretisht, cili do të ishte mesazhi, porosia, njoftimi e shikuesve se kur do të mbahet, në çfarë ore, kështu me radhë? Ne i ftojmë gjithë ardashësit e fotografisë
për me datë 14 nëntor në të vinë në Shtëpinë e Kulturës Abdullah Krashnica në Preshev, për t'i ndjekur se ka fotografi me të vërtet që ja vlen për t'i parë. Besoj që do jetë një festë e fotografisë në këtë 5 vjetor. Po vlen të theksohet se në këtë 5 vjetor ne përrisi kemi vendosur që t'i ekspozojmë edhe 5 fotografët që nga vitin 1800 me Pjetër Marubin, që kanë bë shtyllat kryesore të fotografisë shqiptare. Këta janë Pjetër Marubi, Kel Marubi, Geg Marubi, tre janë të arës që quhen dinastia Marubi, është Kristaq Sotiri dhe Gjon Mili. Këta zakonisht janë fotografët që kanë lënë gjurmë më të mëdha në fotografinë shqiptare. Ne kemi vendosur prej secilit autor t'ja prezantojmë nga 2 fotografi, vlen sepse edhe për publikun preshevar kemi më shumë njihen me fotografinë shqiptare, sepse këta kanë qenë një ndër, nuk është që kanë qenë vetëm të izoluar në treva shqipforëse, kanë qenë dhe Gjon Mili, Kristaq Sotiri, kanë punuar dhe në Amerikë, që kanë arritur sukses. Duke ditur që Gjon Mili ka bërë dhe fotografinë e famshme të Picassos dhe ka qenë një shpikje me dritën se si ka realizuar ai. Mua nuk më mbetet gjë tjetër veç t'ju falenderoj që ju përgjigjet ftesës për të qenë pjesë sot e këtij emisioni. Faleminderit për ty. Ndërkaq të nderuar televizionistëve, unë po e përmbylli këtë bisedë, pra rubrikën Bisedë me Shkaz me njoftimin se t'jeni pjesë e këtij eventi që do të mbahet të shtunën në Shtëpinë e Kulturës, pra edicioni 5 i radhës Prefoto, një eveniment mjaft interesant i cili është apo duhet përshëndetur. Ndërkaq që ne në vazhdim ju sjellim 2 këshilla mjekësore